Ka ftu 2 herë në zyre për këtë temë, edhe bashkë me stafin që merret me vlerësimin e mekanizmave evropian. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë nuk është e rëndësishme sa ku me pas kosto financiare. Do thotë për emrat e përveçshëm se kush o koncesiumi, as e ka ditë ministri, as zëvendës kryeministri, as kryeministri. Që kena bo mjaftueshëm për komunitetin e biznesit. Kryeministrin kurti me marrë vendim për me dhënë këtë prunë shfrytëzim. Ai ka marrë vendim. Jo, unë nuk kam çështje bindjes. Do thotë me këtë temë, me procesin e integrimit evropian, si zëvendës kryeministër i parë merret Besnik Bislimi. Keni thonë në intervistë në të kalumen që ka qenë 2 herë në zyre, të jo se ju ka ftuar. Ja, më ka ftu 2 herë në zyre për këtë temë, edhe bashkë me stafin që merret me vlerësimin e mekanizmave evropian. Edhe e ka ngritë shqetësimin se nuk mundemi me vazhdu me lënë Kosovën në pikën ku ne vazhdojmë me pas njëna prej vërtetjeve kryesore, mos funksionalizimin e fabrikës për mbetje, as më tepër që bashkëfinancues është edhe Bashkimi Evropian. Unë jam kthyr në ministri, e kom transmetuar shqetësimin e zëvendës kryeministrit për nevojën për funksionalizimin e kësaj fabrike. Kanë shku diku në 3-4 muaj, kanë filluar përgatitjet, më ka ftuar për herë dytë. Herën e dytë kam shku bashkë me kryeshefin për shkak se nuk i disha detalet. Se nuk i di detalet, se nuk merr nënë me detalet. Edhe kur kemi shku ato, edhe një herë është ripërsërit. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë nuk është e rëndësishme sa ku me pas kosto financiare. Si barë shtetit, e rëndësishme është me trajtu mbetet shtatëzore, me plotësu me kriterin e trajtimit ambiental, në mënyrë që Kosova në të ardhmen do thotë mos me pas pengesë këtë proces. Mandej kur është bërë shpallja që janë për bizneseve që po e merr kontratën. Jo bre, nuk u merr as Bislimi, ka qendrën në Beograd. As ministri, unë besoj që ata janë shumë të interesuar me ditën se biznes për servisë janë. E as kryeministri. E as kryeministri, për shkak se kur është paraqit kompania, materialet, dosjen e aplikimit, materialet tjera procesuese ne kemi procesuar në qeveri. Për pikën e Albin Kurti nuk e ka ditë. Po jo, mos e nuk dëgjoj. Fabrika e cila është ndërtuar në Drenas, prej taksapaguesve të Kosovës, ka me marrë një biznes që Selina ka. Se ka marrë një biznes, pse po thonë? Janë prej bizneseve. Janë prej bizneseve. Cila është kompania kryesore mbi bazë të cilën është përfituar, do thotë? Kanë aksione të njëjta, jo thash. 40% 40% a bën ta shtruni pyetje. Nasser Maloku, Lipa 40 edhe tash Archibald. Veç një moment. Cili është kriteri që nuk është vlerësuar në këtë shpallë? Unë po pyes a e kanë ditë rreth pronësisë kombëtare. Se kom ditë asun. As nuk e di as sot se kush janë titullarët. Se ne si qeveri nuk merrim se kjo logjika që ti me hi dosjes edhe me po kush sa do thot kush o biznesmeni e mja kriju si vinj, kjo do thot kjo është do thot kjo është religjore. Nuk e di dëgjoj. O jo, më nuk e as ide nuk e kam. Unë po tregoj që unë nuk kam as komunikim. Është drejtori i kompanisë që ka investuar këtu. Dëgjoj, unë nuk e njeh asnjë biznesmen. Unë nuk kam kontakt me asnjë afarist që afaran Kosovë të gjitha natyrave. Thjesht, jo pse unë jam rigid edhe asocial, po thjesht unë kam punën tënde. Do thotë për emrat e përveçshëm se kush o koncesiumi, as e ka ditë ministri, as zëvendës kryeministri, as kryeministri. Ne kemi thonë gjene me qenë se the, gjene bazën ligjore. Në proces të bazës ligjore, do thotë ministria është drejtu ministrisë drejtësisë. Ministria e Drejtësisë e kemi shkresën korrespondencë zyrtare, në të cilën ata janë përgjigj që ligji për pronat publike nuk është komplet në kapacitet funksion për shkak të mungesës të themelimit të njësisë brenda zyrës së kryeministit që e ka parapo ligji për pronën publike. Mandej që ajo dosje ka shku në zyrën e kryeministit tek për procedim pikë. A ka Ministria e Drejtësisë ka bob shkruaj Nasser Maloku? Jo, më po kjo s'ndëgjoj që nuk ka temp për diskutim për. Ja, ministër, unë po duam me tregu që gjyshe kanë ka. Unë po tregoj që babe ka Tahirin, edhe Tahiri është njëri prej njerëzve që ka pranuar meto nga Branislav Nikoliçi. Dëgjoj, këto do të tema. Ka dhënë meto. Jo, dëgjoj, këto tema janë, dëgjoj, këto. Ka pranuar fajsin gjykat, është me rëndësi, është historiat i këtij biznesi që e ka marrë kontratën. Dëgjoj. Kush Ju e dini kush është Branislav Nikoliçi? Jo, nuk e di unë as kush është Branislav Nikoliçi. Është kryetari i shtëpit. Unë nuk e di. Njëri kryesori i listës së nuk e di kush është, as nuk e di kush është Tahiri, as kush nuk do të thotë kush janë të tjerë.
Do thotë çka e more këto pyetje, kush është, e dini kush që ka këto ato. Po Rostin Brezovica e dini pak, keni dëgju. Di që është dhe problematizuar dhe do të është problematizuar pe qeverisë tonë. Ky ka dhënë meto Branislavit të listës së. Ani let marrin vendim. ka pranu. Po let marrin vendim Po, gjykata, po, e ka marrë, prokuroria. ka pranu, po si. Po unë veç do të është po ju proces. tregoj, a ka këshyr dikush këto se Ministria e Drejtësisë me Të qenë se pas ka dhënë vendime, pëlqime për legislacion, tashmë është u angazhuar po edhe ky personi që ka precedent të kaluar, me ditë kush është. Ja, unë do thotë unë nuk muna me dhon përgjigje në këto, do thotë kush kanë ka doj, hall, teze, Po janë pronor të kompanisë që e kanë Po fituar. jo, unë nuk merrna me Volum për me kompani. Agjallar këtu. Ka individ, ka individ dhe kompani që përfitojnë boza ditore në Ministri të Bujqësisë. Me asnjërin prej tyre nuk ka punë, nuk merret, as nuk i interesojnë Ministrit të Bujqësisë.